Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton opinionin se duke filluar nga 20 maj e vitit 2025, ndalon përkohësisht importin e mishit të pulës dhe produkteve të tjera të shpendëve nga Brazili. Kjo masë është ndërmarrë si përgjigje ndaj shpërtimit të gripit të shpendëve në një fermë komerciale në shtetin e Rio Grande në Brazil, i konfirmuar më 16 maj të vitit 2025 nga autoritetet braziliane. Ky vendim synon të mbrojë shëndetin publik dhe të parandalojë përhapjen e mundshme të sëmundjes në territorin e Kosovës. Gripi i shpendëve është një sëmundje virale shumë ngjitse që prek shpendët dhe në raste të rralla mund të transmetohet edhe te njerëzit. Megjithatë, nuk ka prova që konsumi i mishit apo vezëve të shpendëve mund të shkaktojë infeksion. Mirëpo ndalimi i importit është një masë paraprakje për të garantuar sigurinë ushqimore të qytetarëve. Ky vendim është në përputhje me praktikat ndërkombëtare dhe veprimet e ndërmarra nga vendet e tjera përfshirë Bashkimin Evropian, Kinën dhe vendet e tjera të cilat kanë pezulluar importet e mishit të pulës nga Brazili. Pas konfirmimit të shpërtimit, ndalimi do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të dytë, gjithmonë bazuar në situatën epidemiologjike në Brazil dhe rivlerësimin e rrezikut nga AUVA.